Pezullohet lundrimi detar në Vlorë, Kapiteneria e Portit të Vlorës në njoftimin e saj zyrtar ka vënë me dije se pezullimi do të vijojë në datat 11 dhe 12 mars. Pezullimi do të jetë për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshqimit, të cilat operojnë brenda dhe jashtë gjerit të Vlorës. Ndërkohë, për sa i përket tragjedit të linjës Vlorë-Brindisi, ai do të vijojë normalisht. Sipas njoftimit të kapitenerisë, pritet që përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të jetë vetëm pas orës 8 e datës 12 mars. Pezullohet lundrimi detar në Vlorë. Kapiteneria e Portit të Vlorës ka njoftuar për përkeqësim në kushtet hidrometeorologjike gjatë datave 11 dhe 12 mars 2025. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës gjatë datave 11 dhe 12 mars, duke filluar nga ora 02 e datës 11/3/2025 në drejtimin juglindje me forcën 6 deri në 7 ball me shpejtësi ere deri në 15-20 metra për sekond dhe lartësi dallge nga 1.5 deri në 2.5 metra. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë e ekuipazhit në mjetet lundruese. Është ndaluar pajisja me leje nisje mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat operojnë në det, duke filluar nga ora 02 e datës 11 mars 2025. Të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës të marrin në konsiderat kushtet hidrometeorologjike dhe marrjen e masave për sigurimin e tyre. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vijojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Tragedi i linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë do të mbrinë në portin e Vlorës në orën 13 të së martës. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe atyre të peshkimit do të jetë mbas orës 8 në datën 12 mars 2025.